Qeveria ka miratuar mbrëmjen e së hënës dhe këtë të martë Kuvendi ka publikuar projekt buxhetin e shtetit për vitin 2026. Sipas draftit të kaluar në qeveri, të ardhurat e planifikuara kapin vlerën e 823 miliard lekëve, shpenzimet 887 miliard lekë, ndërsa deficiti buxhetor parashikohet 63 miliard lekë. Sipas draftit të qeverisë, programimi të ardhurave buxhetore bazohet në përmirësimin e administrimit fiskal dhe minimizimin e informalitetit në ekonomi. Shpenzimet buxhetore për vitin 2026 programohen në masën 886.8 miliard lekë ose rreth 31.9% e prodhimit të brendshëm bruto, duke rezultuar rreth 55 miliard lekë më shumë se plani i rishikuar i vitit 2025. Investimet publike për vitin 2026 janë planifikuar në rreth 180 miliard lekë. Fondi për rindërtimin do të jetë në 50 milion euro. Për 11 kontrata koncesionare do të shpenzohen 120 milion euro, një ulje e lehtë krahasuar me 123 milion euro te këtij viti. Një fokus të veçantë në buxhet kanë politikat sociale. Qeveria parashikon për vitin 2026 një rritje të ndjeshme të shpenzimeve sociale. 100 milion euro do të destinohen për rritjen e pensioneve sipas skemës së re, ndërsa 135 milion euro do të shkojnë për rimbursimin e medikamenteve. Në shpenzimet buxhetore për periudhën 2026-2028 sigurohen burimet e nevojshme për arritjen e angazhimit të qeverisë, për rritjen e pensionit minimal në nivelin e 200 euro në muaj dhe atij mesatar në nivelin e 400 euro në muaj. Krahas kësaj politike parashikohet financimi i plot i efektit të rritjes së pagës minimale prej 50.000 lekë në muaj. Për herë të parë parashikohet edhe indeksimi i pagave të administratës publike në masën